Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmëve të orës 11. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka publikuar një video të forcave të Serbisë afër kufirit me Kosovën. Ai tha se gjatë ditës janë vërejtur njësi të specializuara të ushtrisë së Serbisë disa metra larg kufirit me Kosovën. Njësi të specializuara të ushtrisë së Serbisë janë vrejtur vetëm disa metra larg kufirit me Kosovën, në afërsi të fshatit Banje të Subim Potokut. Lëvizje të ngjashme janë regjistruar edhe në fshatin Oslare të Bujanovcit, në afërsi të kufirit me Kosovën. Jemi të vetëdijshëm se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitje të rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën. Jemi duke vëzhguar me kujdes sa do të përpiqen ta kalojnë kufirin, gjërsa edhe ky afrim i automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal, shkroi Kurti.